Ardian Bitra e akuzuar i kryesor për supervjedhje në Bankën e Shqipërisë thyen heshtje dhe flet për median. Në një intervistë ekskluzive për gazetën shqiptare nga qelit e burgut 313, Bitra e rrëfen për gazetaren Klodiana Lalla se si arriti të vidhte shumën maramense, një veprim që sipas tij prej kohësh kryente me lehtësi, pasi si shpreh ai në thesar nuk funksiononin shumë gjëra. Bitra e vijon të këmbgul se është i vetëm në sipërmarrjen e vjedhjes disa milionëshe dhe se çdo qindarke ka humbur në Loto Sporti. I pyetur se pse vendosi të vetë denoncoj, Ardian Bitra i tregon se gropa në ark sa vinte dhe bëja aq e madhe, dhe ashtu sikurse po zhytej ai, do vinte momenti që një ditë do tregonte, dhe në 21 korrik Ardian Bitra e rrëfeu gjithçka, por ai mohon që ta ketë bërë këtë nga frika. Nuk jam vetë denoncuar nga frika. I hyra rrugës së Bixhozit të që po më shkatronte, çdo ditë më shumë të lashet për mua po shtoheshin, dhe për këtë vendosa të tregoja. E kisha ndar mendjen. I pyetur nëse kishte biseduar fillimisht me dikë këtë gjë apo vendosi vetëm të vetë denoncoj, Bitra e shpreh se kolegja e tij Mimoza Bruzia e kishte zbuluar vjedhjen, madje ai kishte kërkuar asaj të mos tregonte, po kur gjithçka ishte pa rrugdalje, atëherë ai vendosi të vetë denonconte, një veprim që e kreu i vetëm, por në dijeni të kolegës së punës Bruzia. Për herë të parë Ardian Bitra i do trokiste në derën e guvernatorit. Vendosa që t'ja tregoja guvernatorit. Ai duhet ta dinte i pari, të paktën kështu e gjykova. Shkova shumë herët. Para orës 8 të mëngjesit prita por të paktën deri në orën 9:30. Nuk e pash të hynte në godin. Pastaj takova e prorin, direkt Dorian Çollakun dhe i tregova për vjedhjen. Pasi tregova çfarë kishte ndodhur me urgjencë, u ngritën grupet e auditimit dhe më shoqëruan me makinë në departamentin e emisionit. U tregova audituesve arkat nga të cilat kisha marrë parat. Pas këtij momenti nuk më lan të dilja nga thesari. Më shoqëruan direkt 2 makina policie në ambientet e prokurorisë së Tiranës, ku dhash deklarimet dhe më pas më dërguan në qeli. Sipas tij, veprimet u favorizuan dhe nga fakti që në thesar nuk funksiononin shumë gjëra. Rregullore nuk ka patur kurse punojësit nuk i kishin të qartë detyrat. Në këtë rrëfim të pazakon gazetarja Klodiana Lalla, si edhe hollësitë e jetës në qeli të supergrabitësit të bankës. Qelia e tij brenda të cilit ka vetëm 2 krevate marinari, si për ironi ndodhet përballë qelisë së drejtandajtit. Pjesa më e madhe ditës Ardian Bitra e kalon duke lexuar, ndërsa ai rrëfen se vizitohet shpesh edhe nga psikologët e burgut.